kanë metë edhe një muje gjys deri ditën e zgjedhjeve në Shqipëni. Nduket por gjendja politike këtu duket klasike, domethënë bipolare në dy kuptimet e fjalës. PSD edhe manera disa subjekte të vogla sanena, subjekte të vogla me ambicie të mëdha që shpresojnë që kanë më fut në kuvend Shqipërisë me 2, 3, 4, 5, ndoshta 6 deputet. Pastaj e ki edhe pjesën e establishmentit që i tallë kryesisht partitë e vogla. Sa në që kena një në Kosovë më herët. Jo mo s'kena politike në Shqipëri, nuk toleron partitë e vogla, jo mo PSD, jo mo ne, jo mo knej, jo mo dhe këta do t'jenë njëjtë sikur këta tjerët, paka shumë qështu dhe me thonë. A moni men kur të ishin në Kosovë, kërkosh mundet me fitu 50%. Sistemi nuk e lejon. Sistemi. Kush qysh thojnë, kush po ta që sistemin e nonës, edhe nuk pyti për sistem, edhe u këtune nuk e kuptoj pse janë që kaq këmguls që sistemi nuk po lejo ka ku fare let, për shembull në qarkun e Tiranës, njëna për partive të vogla i fiton 8%, edhe mas nena 1% në rang të vendit, për në moment që i fiton të 8% Tirani i fitu edhe 1% në rang vendit. However, edhe manena i merë në kuvendin e Shqipërisë mund është mi marë me një 7-8%, mund është mi marë 4 deputet, që është numëri ma. Pra nuk është gjohë pa mundshme, mirë po. Pra në pamjet parë duket ketë normale, dhe me qysh është konë prej vitit 1991, në ato zgjedhjet e para, në zgabojt marsit 1991, Doktor Berisha një 400 vjet më i ri se sa sot Partia Punës që zëvendësohet një vit më vonë me Partinë Socialiste. Mirë po, vetëm pak, if you dig in, nëse e gryn pak, e shë, ose s'pakoj në kështu mendoj, që rendi vjetër politik është para kolapsit. Bajni men, para kolapsit, që të janë zgjedhjet e funit, më një përgjec, që situata është që dojnë business as usual. PSD edhe do vogla. Pse po e thamë këtë? E para, Partia Demokratike se po më shkel në kerë, Partia Demokratike po dhe heqet nga Sali Berisha prej vitit 1992, edhe si mas krejt gjatësave, edhe pse për Berishin është rrezik me vu bas, se demanton. Shka e forja dha një cigare, tha me pi, ta shkurton jetën 7 minuta, dhe qëto minuta i shkojnë Sali Berishës për kejt neve. Pra, i ka një të 2-3 vjetë, se një 2-3 vjetë diqka ka, e këshin registru ma vëna, diqka, po dikon du të mi pas një 83 vjetë, mrena 4 vjetë të arshme, i bën 87, ma ne veç, sa për kuriozitet për liber Ginisit, mujna me përdor Dr. Berishën, me thonë, me ka një parti politike, dikon një anin që 87 vjetë, hala ka krytar. Pra, praktikisht, që to janë epilogu i jetës edhe politike i Sali Berishës. Pra, në moment që doktori largohet, Partia Demokratike rraset me një luftë civile të mrenshme, pa armë për shpresoj. Pra, nuk ka nëj trashëgimtar, nuk ka nëj person dytë që mundet mi majt të zojt e pullave, që mundet mi majt elektoratin afër vetës. Largimi i tij i Partisë Demokratike i krijon një 7-8 subjekte politike instant. Por nuk është kjo pasoja e vetme. Në moment që largohet Sali Berisha, pushon se ekzistuari edhe tregimi i Edi Ramës e i Partisë Socialiste që i friksojnë shqiptarët, ka njëherë me drejt, që nëse so kjo vjenaj. Pra, eliminimi politik i Berishës e lënë pothuajse pa kauz Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, një të cilë gjithashtu, që jemi sinqert, nuk ka shumë i rinë politikë. Bile karrierë politike në institucione publike ka ma shumë se Dr. Berisha.
pandërpreme është që një 13 vjet kryeministër, nëse s'gaboj një 8 vjet kryetari i bashkisë, që po bën një 21, diçka ministri i kulturës o gon, edhe s'tash të çka merr si mandat. Pra, Rama ka jetë politike në shërbim popullit. Popullit lexon me all caps. I ka një 24-5 vjet. Mirë po. Edhe ai do shkon drejt fundit. Mandatin tjetër. Edhe Shqipëria pas të në zgjedhjeve që qarta zi fiton Partia Socialiste, këto e din edhe doktor Berisha, e din krejt, si më thonë. Në sondazhe kur i pyesin njerëz kush menoni që i fiton zgjedhjet 66% thonë i fiton Partia Socialiste. Pra mandatin tjetër i fiton Partia Socialiste. Eliminohet doktor Berisha, s'di pse më ka tek mi thon doktor Berisha, po m'pëlqen, po du me respektu. E manena diçka dhe Edi Rama shkon drejt fundit politikës se ka qatë pasionin, entuziazmin, qatë kauzën e Berishës. Nëse shkon Rama, çka ndodh me Partinë Socialiste? Erjan Velia në burg, Ilir Meta në burg, kush është i dyti të Partia Socialiste? Me fjalë tjera, çka unë e shoh është kjo. Jena një farë, le të themi, 2019 në Kosovë. Ku çdo gjë duket normale, por nuk ka normale. Një vlim i madh është përfuni, edhe mani duhet vesh një casus belli, një arsye për luftë, edhe i bollë rapt. Një di, çto 3 partitë që janë pak më të vogla, që sot edhe tallën me to mund mas më pëlqy, kanë më konë pole position mas qëtyrën e zgjedhjeve, pra keq ka duhet është mas mu dekuraju.